E dini, ma ke bo një surprizë shumë të mirë. Përshëndetje Bini. Kjo, po, mund të rini aty këm, të qëndroni aty. Përshëndetje gjithë stafin. Përshëndetje, zoti Ekrem. Kjo ardhë për t'i thënë disa fjalë djalit. Po. Toni i cili është në Big Brother. Jam falenderues që ma keni mundësu. Jemi së ardhër. Faleminderit. Si shkon? Mirë. Ti? Mirë. Shtëpia? Mirë. Rahat ke? Mirë. Shqyqër. Qysh janë të ketë? Mirë, në krejt, fara ke nga gjithë. Punina pak e emocionu ma më falë. Se kam raport dëgjysh me babën si shuk, edhe kum dje që kam më konë ky person që kam e arë. Emocionet janë normale. Normal. Ne kemi një mesazh Po, pa tjetër. nga familja, dhe se ke një familje Shnush. Kam dëlla. ke një vajzë, një djallë që të vetë jashtë. Mamin, vllajin, motrën, hallat, gjallar, nipat, mesat, gjithë presëm të mirën tonë. Qysh e din, qysh jam edhe qysh e kam zemër. Kështu që faleminderit dini, s'pu di, gjysh një falendjenje nuk mu i me përshkrua utën, se që një 2 javë ditë veç mrena presioni, edhe pse unë i kam ato pjesë të lujës të mija, po si do qoftë që e tha dhe baba em, unë e kam një familje jashtë, e di që kam marrë dhe me shprej, jo vetëm këtë pjesën e lujës, unë e kam edhe shumë me dhomë tjera sane, edhe u s'di që me thonë tjetër, veç që po më bëhat shumë qefi që ka ardhë, edhe punina ekstrem mirë, që veç një ftyrë familjarë që ka ardhë më pa, dëgjysh, ku më madhëm këtë botën. Po baba i ka ardhë me një mesazh, Toni. Po, pa tjetër. Mesazhi është nga gjithë familja. Rri vetvetja, lyej lojën tone, dhe familja nuk pranon afërsi lidhje me Absolutisht. bien. Kuptaj. Po su kam... Jemi shumë të qartë. Po, besoj që sot u shpjegu. Loja sa shkon afrohesh, sa shkon largohesh, loja është loje. Po, pa tjetër. Ta shtin ashta nuk di se që është del jashtë. Jashtë del shumë keq. Okej. Kuptaj. Për me këtu është... Këtu dini është një farë kapsule e kohës, ku reagon ndryshe për jashtë dhe ndryshe për këtuit. Po. Edhe atë kapsullë s'kon unë me përbje dhe me përjetu në gjitha emocionet, në altë ose poshtë. Për men ashtë me bje nuk kanë aja pjesë që mu ka gju ma shumë si ju ku më gju asaja, u tanë. Kështu që... Toni, babin e ki për babë, me të mundesh me bisedu. Se ne jemi 24 orë. Tu kështu. Në ngjarje, e gjithë familja, e gjithë shoqëria. Këtë mesazh e marrë me tavan, që ti jesh i qartë se çdo kush ka jetën e vet personale. Normal. Edhe biznesin e vet personal. Absolutisht. Një person që ekspozon gjana tërprovë, si me ta shpjegua në... Unë se dhja pjesë, po okej. Po nuk je djallë i asaj kategorie, ke vajza tjera me kanë me lujt. Po, pa që. Me lujt dhe të me lujt gjithë, po me pas afirmitet e dashni, se dashnia nuk nalët. Dashnia mosh nuk ka në dashni. Ta ka cekë shumë mirë edhe Eliona. Normal, dhe të kuptoj. Në dashni mosh nuk ka. Absolutisht. Gjithë e preferojnë këtë. Faleminderit. Veç se ta shune
për atë pjesë u kone ditshme, që unë nuk kom pas diçka dhe banor të kanë ditë, u kom veç si nga cmim loje. Edhe e kom thonë për i ditës tretë, kështu që tash nuk e di. Na jemi këtu 24/7, aja mund të më konë këtu, mund të më konë aty, mund të më prejka ja, ose tash unë i kom daluat ose anë. Po për kundrazi, po vjen shumë mirë që kjo ardhë edhe që ma reflekton këtë pjesë që ne kom reflektu edhe mbranda vetës. Jo në atë pjesën që ekspozon ose që nuk ekspozon, në atë pjesë nuk e di heq, po si do qoftë në pjesë të lujës, si lojtar, une nashta jem konë vetja si lojtar, po në emocionit e din fort mirë se qysh jam edhe sa shtire kam mu afru të një vajzë edhe që një vajzë të afru të konë. Por që ato, okej, mu në gëzuna që i këtu, po më bërë shumë qifi. Për me gjona tu kitë tendenca është kitë ndryshe, e di për shka kom ardhë, edhe për shfar arsye kom ardhë, shu që unë e fokus i rja sa i pjese, edhe mirë që po vjenë si familje, edhe më thonë me gjatë. Po du me thonë që e përkarna dhe familja këtë pjesë, që une do në mirë nejtë vetja dhe unë e kam bo një premtim, ta kam bo ty personalisht një premtim, që unë kam bo këtu dhe në fond edhe besoj Zotit që ma e Zotit atë mundësi edhe kam i majtë asaj fjallet që afkëmdojmë këtë familjes. Zotri Ekrem, Urna, a ke ndonjë mesazh edhe për banorët tjerë, ma saksisht për bijën, apo edhe për Elionën me qenë se e përmende, të cilët po na dëgjojnë nga Gaming Room? I përshëndes të gjithë banorët. I uroj ma të mirën në gjithë njanit. Maj i bukur, i maj i fort, i maj i mirë, fitovë, dhe mëse këto, është kjo loj si loj futbolli. Dhe më në futbol, një ka me fitu, jo djonsh, e s'ka fitimin. Kështu që maj mirë i fitoft, i uroj shnet e sukseset gjithve. Nuk toleroj prejkje në familje, nuk është e mire për askan. Kështu që vazhdojnë lujen, si shini të lujtën, jeni të mrekullueshëm gjithë. Për bijën, për Elionën? Për bija, le të lunë lujën e vetë, le të shef jetën e vetë personale, mos të keq kuptohet, se është problemi pak edhe i gjungës i dyanshëm, edhe të gjerë jem se është rritë në gjungë franqeze, edhe aja në gjungën të marrën që ka në gjungën tonë Shqipe, edhe jenë të keq kuptu gjonat. Kështu që aje le ta merë, le të vedisohet që nuk ka të bëj kur gjon me këtë pjesën e dashnijës me djalin tamë. Për Elionën? Eliona ka drejten, është vajzë e mirë, është vajzë që mund me qenë e mirë ardhën në familjen tonë, me dashnin, dhe më thonë, jo pa dashnin. Mosha nuk ka, dashni mosh nuk ka. Faleminderit, Zotë Ekrem. E ka cek edhe vetë Eliona, po pe cek edhe dhe çdo kush, se është ligjore, shpirtërore, dhe që në dashni mosh s'ka. Dhe do gjona tjera që mund me largu dashnien, amo mosha janë. Mirë. Faleminderit, Zotë Ekrem. Respekt gjithve, faleminderit që ma keni mundësu me ardhë. Faleminderit që ishe tonë në Big Brother për mirën gjithve. Faleminderit. Mund të përshëndetësh me tonin dhe të dalësh nga një ka erdhe. Dhe shumë, e duhem shumë. Vi me ty dhe në fund. Këtë fare nga gjithë shoqëria, nga gjithë stafi i Donzhonit. Faleminderit. I Apolonies. Faleminderit shumë. Edhe... Hajde, nja. Qabo. Ndusha. Në fani. Të edhe në qëshem. Ashtë të pra. Hajde. Fola keve babë. Faleminderit dhe në azot. Miru pafshë.